ambientet e New York College në Athinë u zhvillua festivali i 6 i gastronomisë shqiptare, një aktivitet tashmë tradicional për komunitetin shqiptar në Greqi. Në organizimin e lidhjes së gruas shqiptare dhe mbështetjen e ambasadës së Shqipërisë në Greqi, festivali mblodhi së bashku gra, vajza, shoqata dhe dashamirës të kulturës shqiptare. Atmosfera ishte festive që në fillim, ku gatimet tradicionale shqiptare nga të gjitha trevat sollën aromën, traditën dhe mikpritjen shqiptare në zemër të Athinës. Në fjalës përshëndetëse të organizatorëve dhe përfaqësuesve institucional, vlerësuan rolin e grave shqiptare në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe rëndësinë e aktiviteteve kulturore në diasporë. Një nga momentet emocionuese ishte parada e kostumeve popullore shqiptare, ku vajza dhe gra të veshura me kostume tradicionale sollën një mozaik ngjyrash dhe traditash nga të gjitha trevat shqiptare. Festivali u përmbyll mes muzikës popullore, këngëve tradicionale dhe vallëve shqiptare, duke krijuar emocione dhe nostalgji për të gjithë të pranishmit. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë se komuniteti shqiptar në Greqi vazhdon të ruajë me krenari kulturën, traditën dhe vlerat kombëtare, duke i përcjell ato brez pas brezi. Hyni në parazë? Mirë se erdhët në festivalin e 6 të gastronomisë shqiptare, aktivitetin më të rëndësishëm të vitit të lidhjes së gruas shqiptare në Greqi. Kyries që kyri, agapimenes files që agapimeni fili. Καλώς ήρθατε στο 6ο Φεστιβάλ Αλβανικής Γαστρονομίας, την πιο σημαντική εκδήλωση της χρονιάς για τον Σύνδεσμο Αλβανίδων Γυναικών Ελλάδος. Ky aktivitet bashkon sot në zemër të kryeqytetit ambasadoren e Republikës së Shqipërisë në Athinë, zonjën Luela Hajdaraka. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας την πρέσβυρα της Αλβανικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κυρία Luela Hajdaraka. Ambasadorin e Republikës së Kosovës në Athinë, zotin Fitim Gullareva. Ton επικεφαλή του Γραφείου Συμφερόντων του Κόσοβου στην Αθήνα, κύριο Fitim Gullareva.
πρόσωπος του ΣΕΜ, ΚΕΜ και ACCMR του Δήμου Αθηναίων. Kryetaren e komunitetit shqiptar në Greqi, zonjën Rovena Xhori. Sekretarin e komunitetit shqiptar në Greqi, njëkohësisht kryetar nderi i shoqatës së Korinthit, zotin Irfan Abazaj. Τον Γενικό Γραμματέα της Αλβανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, κύριο Irfan Abazaj. Përfaqësuesen e forumit grek të emigrantëve, zonjën Kostandina Menka. Την εκπρόσωπο του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών, κυρία Kostandina Menka. Kryetar dhe antar nga shoqata shqiptare brenda dhe jashtë Athinës, të përfaqësuara nëpërmjet gatimeve dhe premprave të tyre artistike, të cilave do ju referohemi në veçanti në vazhdim. I nderuar ambasador Kosovës në Greqi, zoti Fitim Glareva, e nderuar zonja Rovena Xhori, kryetare e komunitetit shqiptar në Greqi, e nderuar zonja Agapi Gjika, kryetare e shoqatës Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi, të nderuar kryetar të shoqatave shqiptare, të nderuar përfaqësues të qendrës së integrimit të emigrantëve të Bashkisë së Athinës me zonjën Katerina, të dashur bashkëdhetar dhe pjesëmarrës. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot mes jush në edicionin e 6 të Festivalit të Gastronomisë Shqiptare në Greqi, një aktivitet i organizuar me shumë përkushtim nga shoqatja Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi me mbështetjen e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Greqi. Ky festival përfaqëson më shumë se sa një fest kulinarie. Ai është një shprehje e gjallë e identitetit ton kombëtar, e traditave tona dhe e trashëgimisë kulturore shqiptare, e ruajtur dhe e përcjell me dashuri brez pas brezi. Përmes gatimeve tradicionale, mikpritjes, atmosferës festive, ky aktivitet promovon me dinjitet kulturën shqiptare në Greqi dhe forcon lidhjet mes bashkëdhetarëve tanë, duke shërbyer njëkohësisht si një urë e rëndësishme komunikimi dhe misie mes komuniteteve tona. Promovimi i kulturës dhe traditave shqiptare mbetet një ndër prioritetet kryesore të ambasadës shqiptare në Greqi. Për këtë arsye, është një kënaqësi e veçantë ta mbështesim këtë aktivitet, tashmë të kthyer në një traditë të bukur, që kontribon në ruajtjen e identitetit ton kombëtar dhe në prezantimin dinjitoz të vlerave shqiptare në diasporë. Dëshiroj të përgëzoj organizatorët e këtij festivali, zonjën Agapi Gjika dhe zonjën Rovena Xhori, si dhe të gjithë kontribuesit që kanë bërë të mundur realizimin me sukses të këtij aktiviteti. Një vlerësim të veçantë meritojnë gratë shqiptare. Dhe për këtë duhet një duar tropike, të cilat me përkushtim, dashuri dhe mjeshtëri kanë përgatitur gatime tradicionale dhe punimet artizanale të ekspozuara sot. Përmes punës dhe talentit të tyre, ato ruajnë dhe përcjellin me krenari traditën, mikpritjen dhe në fakt thelbin dhe shpirtin ton shqiptar. Në mbyllje, uroj që ky festival të vazhdoj të rritet nga viti në vit, duke promovuar me krenari kulturën, traditat dhe mikpritjen shqiptare, si dhe duke forcuar më tej lidhjen mes bashkëdhetarëve tanë në diasporë. Ju uroj të gjithëve shumë suksese, të kalojmë sa më bukur sot në këtë festë të madhe. Faleminderit. Pura Speedbakery, që të ishën edhe vjetë, ka marrë dhe vlerësim në festivali. Kemi në duke t'ingë si pra kemi
Shoqata e Korinthit, që prezantohet te jashtë, qytetari i shoqatës, mirë si kalua, Po thonë për kultura shqiptare, ja shqiptare. Ka një emër, si ka një emër, jo tara. Tara bashkë shkuar shumë ka Dino gratë kanë të gjitha këto karakteristike përveç turqës, kjo është turqë që kemi ato karakteristike është buka me fytyrë borçare. Bukë dasur. Ka qiqra. E jep të atërë për dasur. Mua më lejoni të vetë diçka për te qiqrave dhe tortave, që këta njerëz që shikoni këtu përveç, çdo vit këtu, janë aq të rritur dhe familjar, vinë gjithmonë bashkëshortet e tyre. Të gjithë, dhe kjo na nderon veçanërisht. Janë të mrekullueshëm. Jo, ishtë të shkretën për shumë Jemi në 11 metrë që sot temperaturën në shkapur që se është freskët fare. Më falni ka ardhur, na ka nderuar, do ta vazhdojmë pikërisht, po. Unë jam në ikje, kemi zgjedhjen në datë 7 qershor, kam dëshirë të kemi një nga shtatorë ose këtu ta vendosni ju të bëjmë një mbledhje, si të mbledhni një masë, si të një festë. Dhe kjo ika nga shoqata. Prapë, kam dëshirë si që filluat. Pëlqen koncepti dhe ideja që bëjmë festa jote në Pilarë. Po edhe në ikje. Po kjo është niveli i njerëzve, pikërisht aty do. Kam sa kohë ardhur në Korinth. Që duhet të rikthehem. Kur të keni dëshirë, jeni e ftuar. Jo, do na përshtetën, jo kur do keni dëshirë. Duhet ju falenderoj në emër të shoqatës për punën e madhe që keni bërë, edhe Jonetën për organizimet e shkëlqyera, megjithëse kemi qenë pak të shkëlqyer. Ne jemi një shoqatë e mbledhur, shoqatë e cila kontribon për komunitetin. Jemi lidhur me komunitetin shqiptar të Greqisë, që është me kryesin Qino Themelin, edhe vazhdojmë. Kjo është diçka e bukur, sepse jemi në Morgin, duhet ato kanë qenë karamelet atëherë. Po, tamam. Bëja këtë që në prezentoj. Neve në Morgin dhe ishim staf. Na përgatis dy kuti të vogla, por me vajza. Jo. Ku janë vajzat? Jo me vajzat edhe dy kuti të lutem për zonja. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, miq dhe mikesha, e nderuar ambasadore e Republikës së Shqipërisë, zonja Luela Ajdaraka. I nderuar ambasadori i Kosovës në Athinë, zoti Fitim Vllareva. E nderuar kryetari i Komunitetit Shqiptar në Greqi, zonja Rovena Xhori. I nderuar sekretari i Komunitetit Shqiptar në Greqi dhe njëkohësisht kryetari i nderit shoqatës së Korinthit, zoti Irfan Abazaj. E nderuar përfaqësuese e forumit grek, zonja Konstantina Menka, të nderuar kryetar dhe antar të shoqatave shqiptare brenda dhe jashtë Athinës. Të nderuar bashkombës, sot kemi kënaqësinë dhe krenarinë të jemi bashkë në festivalin e 6 të gastronomisë shqiptare organizuar nga Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi, në ambientet e New York College. Ky festival është më shumë se një aktivitet kulturor apo gastronomik. Ai është një takim zëmra shqiptarësh, një ditë ku aroma e gatimeve tradicionale na rikthen kujtimet e fëminisë, sofrat familjare dhe dashuria për vendin tonë, të cilat nuk kemi për t'i harruar kurrë. Janë pikërisht gratë shqiptare, ato që kanë ruajtur me shumë dashuri
traditat nëpërmjet gatimeve tona tradicionale, ato kanë përcjell historinë, mikpritjen dhe shpirtin shqiptar tek fëmijët tanë. Përshëndetje miq, mirëditë, nderuar zonjë ambasador i Republikës së Shqipërisë në Greqi, nderuar zoti ambasador i Republikës Kosovës në Greqi, nderuar e dashur Rovena, kryetare e Komunitetit Shqiptar, të dashura gratë të lidhjes së gruas shqiptare në Greqi, e dashur Agapi, ju falenderoj nga zemra për ftesën. Ju kërkoj ndjes që erdha pak më vonë, por isha në një udhëtim. Përpoqja që të ndaj me ju këtë ditë jem pranë jush, sepse më të vërtet ndjej një mirënjohje të thellë për punën e vazhdueshme që bëni. Jam shumë krenare që më pranoni të jem pjesë e familjes suaj dhe uroj që ky festival të ketë vazhdimsi, jetë gjatësi. Shumë faleminderit për promovimin e vlerave kulturore artistike, shumë faleminderit për punën tuaj. Mirënjohje. Në ratë të parë mund të kem pak emocione sepse të jesh përballë ambasadores së Republikës së Shqipërisë zonjës Lue Lajda Raga, përballë kryetares të Komunitetit Shqiptar në Greqi zonjë Roben Axhori. Ndihem vërtet shumë e nderuar dhe shumë e privilegjuar që jam mes jush, mes traditës të Shqipërisë, mes kulturës dhe mes zonjave të nderuara që kanë bërë punën e tyre më të mirë gjithë natën për të na kënaqur neve me shijet e Shqipërisë tonë. Dua t'ju falenderoj pa mas për punën e palodhur që ju bëni për komunitetin shqiptar në Greqi, ju falenderoj për promovimin e të rinjve që ju bëni këtu dhe uroj që në çdo lloj aktiviteti tjetër unë të jem mes jush sepse unë e them edhe në Shqipëri që unë kam dalë nga komuniteti shqiptar në Greqi dhe do të jem gjithmonë pjesë e saj. Ju faleminderit. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes të gjithëve, më lejoni që në respekt të të ftuarve grek që kemi këtu të flas pak në greqisht. Kiria Preshvi της Δημοκρατίας της Αλβανίας, κύριε επικεφαλή του Γραφείου Συμφερόντων του Κωσόβου, κύριοι του Συμβουλίου Συντονισμού της Διασποράς για το Αλβανικό κράτος, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ACCMR και Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, των Αλβανικών Συλλόγων από όλη την ελληνική επικράτεια, φίλες και φίλοι αλλά και συνεργάτες. Θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα σύντομο χαιρετισμό από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, κύριο Θανάση Χειμωνά,
Rovenona.